një sqarim për avokatin e popullit. Zoti Balla ka deklaruar se propozimi do të jetë për një avokat të ri populli nga shoqëria civile, pra jo politik. Pra le ta themi një avokat të pavarur populli. Ne kemi një avokat të ri të popullit nga shoqëria civile. Besim Rëgjoni është kryetar i Unionit të përndjekurve politik. Kandidatura e tij, në rast se rikthehej tek seancat e parlamentit të shkuar, erdhi në votim për votim në parlament. Niko Peleshi, që Zoti i ka dhënë mbiemrin që meriton, po, qatë themu për te? Edhe duhet një gjë çka vjen për i Zotit mirë se ardhë, duhet thë. Tha, ta diskutojmë pak, tha. Mos ta votojmë, ta diskutojmë pak. Dakord, i thamë, të diskutojmë. Dhe çfarë bën? As që u diskutua dhe i thamë, që vetëm këte kemi kandidatën, këte, prandaj, hidhen votim. Nuk e hodhen votim. Kështu që në ligjin e parlamentit, Zotin Rëgjoni duhet të hidhet në votim në seancë parlamentare.